Hapet xhamia e Plumbit në Shkodër, e renditur si një nga më të bukurat në botë. Pas dekadash të tëra sfidash nga koha dhe përmbytjet, xhamia e Plumbit, një prej monumenteve më të rëndësishme të arkitekturës osmane në Shqipëri, ka hapur sërish dyert për besimtarët dhe turistët, që prej 8 majit kjo xhami e renditur si një ndër 50 më të bukurat në botë ka marrë një pamje krejt tjetër pas përfundimit të rikonstruksionit. Shumë e bukur, nuk kam parë asnjëherë një xhami dhe është hera e parë që futem në një objekt të tillë fetar. Ishim tek Kalaja, erdhëm këtu, ne I përkasim një besimi tjetër, por isha kurioz për ta parë dhe është me të vërtetë e bukur. Është shumë impresionuese si xhami dhe arkitektura shumë e veçantë. U futëm brenda tek vendi ku zhvillohen ritet, ishte hera e parë edhe për mua dhe më la shumë të emocionuar. Mehdi Meftia me familjen e tij janë organizator të faljes parë dhe rihapjes së kësaj xhamie në vitet 90. Ata kanë më shumë se 30 vite që kujdesen për këtë objekt. Për imamin e xhamisë, ky monument kulture tani ka marrë vëmendjen e duhur. Xhamia u rikonstruktua fal një investimi të qeverisë turke ku në fokus ishte shpëtimi I saj nga përmbytjet.